Rama dhe kontrolli mbi pushtetin në Tiranë. Situata e fundit rreth kryebashkiakut Erion Veliaj tregon qartë një model kontrolli të përqendruar të pushtetit nga kryeministri Edi Rama. Nëpërmjet përdorimit të strukturave të partisë dhe interpretimit të kuadrit ligjor, Rama ka krijuar një mekanizëm të dyfishtë. Pushteti i partisë mbi Këshillin Bashkiak. Antarët socialistë të Këshillit Bashkiak janë thirrur në selinë e PS për të diskutuar fatin e Veliaj. Vendimmarrja formale e Këshillit varet nga shumica e antarëve të PS, duke i garantuar Ramës kontroll mbi çdo votë që mund të propozojë shkarkimin. Pushteti i qeverisë përmes Këshillit të Ministrave. Pasi Këshilli Bashkiak propozon shkarkimin, vendimi kalon tek qeveria, e cila vendos përfundimisht. Kjo procedurë i siguron Ramës të gjitha instrumentet për të vendosur se kush do të jetë në krye të Bashkisë së Tiranës. Mburoja ligjore e kundërshtimit. Edhe pse Veliaj ka të drejtë të ankimojë vendimin në gjykatën kushtetuese, procesi i pezullohet vetëm përkohësisht dhe vendimi final shpesh kontrollohet nga presioni politik mbi strukturat ligjore. Zgjedhjet dhe emërimi i pasardhësit. Nëse shkarkimi shkon deri te zgjedhjet e reja, Ramës i lejohet të promovojë kandidatin e tij, duke garantuar që edhe pas Veliajt pushteti në Tiranë mbetet i kontrolluar nga ai. Konkluzioni. Ky skenar tregon qartë se Rama ka kapur çdo pushtet në Tiranë. Partinë përmes strukturave të saj dhe këshilltarëve të bindur. Bashkinë përmes procesit formal të shkarkimit dhe vendimmarrjes qeveritare. Mburojën ligjore përmes mundësisë së ankimit të kontrolluar dhe vonesave procedurale. Pra, çdo hap i Veliajt mbikëqyret dhe kontrollohet nga kryeministri, duke e kthyer Bashkinë e Tiranës në një instrument të drejtpërdrejtë të pushtetit të qendruar. Kjo është një shembull klasik i përqendrimit të pushtetit, ku nuk ka vend për pavarësi lokale reale.